se ju gjeta, faleminderit për ftesën. E nisi me lajmin e fundit, si e pa dorëheqjen e Ramush Haradinajt nga të qenurit kryetari i OAK-s. Po, sinqerisht, e kum thonë edhe tek edicionet tjera të Kanal 10, sidomos në Politiko me Kushtim Sadikun, se dorëheqja është akt personal edhe moral, politik, i cili ose si akt i tillë, ose është dorëheqje ose nuk është. Kështu që zoti Haradinaj për një me është dorëheqë nga kryeji i partisë për të marrë përgjegjësi për rezultatin zgjedhor dhe për të liru udhë që një kandidat tjetër të paraqes kandidaturën e tij për kuvendin e arshëm të zgjedhor të Aleancës për Ardhurinë e Kosovës, dhe është akt i cili duhet me qenë standard për politikanët dhe si i tillë është për mu përshëndet. Standard e ke fjalën për dorëheqjen e parevokueshme. Po sigurisht, dorëheqja parevokueshme ose është dorëheqje ose s'është. Pra nuk ka një mes. Nuk ka, për dorëheqje nuk ka mes. Që i bie tani kandidat për të qenë në krye të OAK-s është Ardian Xhini, të paktën ashtu siç edhe e kuptuam përmes. Po sigurisht që unë nuk e di, nuk jam 100% i sigurt, do të thonë se mund të ketë edhe